Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në lagjen 15 tetorit të qytetit të Fierit me datën 25 shkurt të vitit 2026, kur një 62 vjeçar goditet nga ana e fqinjit të tij dhe ndron jetë disa ditë më pas. Kush është ngjarja, na një material i përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj, dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me një lidhje të drejt për drejt nga qyteti i Fierit, nga vllai të Nderit, por edhe me të ftuarën tonë me avokaten zonjën Ana Pertena. Ndjekim fillimisht materialin. Ai është mbi 65 vjeç dhe mbi supe mban peshën e një jete të mbushur mes prova, sakrifica dhe fatkeqësi të njëpasnjëshme. Babai i 2 fëmijëve, sot i divorcuar, do të rrëfej se vitet nuk i kanë sjellë qetësi, por dhimbje të mëdha që kanë lënë gjurmë të thella në jetën e tij. Plaga më e rëndë do ta godiste në shkurt të këtij viti. Vllai i tij humbi jetën në një ngjarje tragjike për të cilën i moshuari pretendon se autor është fqinji i tyre. Një humbje që tronditi familjen dhe la pas shumë pikpyetje, dhimbje dhe kërkesë për drejtësi. Sot ai lidhet drejt për drejt me studion për të rrëfyer jo vetëm tragjedinë që i mori vllain, por edhe kalvarin e vështirësive që ka përjetuar ndër vite. Mes lotëve, kujtimeve dhe dëshirës për të zbardhur të vërtetën, ai kërkon që historia e tij të dëgjohet dhe zëri i tij të mos mbetet në heshtje. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në studio përpara se të bëjmë edhe lidhjen e drejt për drejt me qytetin e Fierit, aty ku ndodhet zoti Niko Ferti. Me mua në studio do të jetë avokatja zonja Ana Pertena. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhe në studion e emisionit tonë. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Është një ngjarje që është folur në fakt nëpër media, nëpër portale, por ka kaluar në mënyrë të heshtur dhe vllai për herë të parë ditën e sotme do të thyej jeshten dhe do të japi versionin e tij në lidhje me të gjitha dyshimet dhe pse ai akuzon në mënyrë të drejt për drejt që ngjarja ka ndodhur me 25 shkurt, pavarësisht se 62 vjeçari vllai i tij Qiriako Ferti ka ndruar jetë disa ditë më vonë, pse mediat apo portalet kanë deformuar gjithë ngjarjen dhe akuza është pikërisht mbi fqinjin, i cili e ka goditur natën e 25 shkurtit. Në fakt i ndjeri ka trokitur në derën e vllait sepse jetonin në të njëjtin pallat, ka hyrë brenda, ka bërë gjithë ritualet e mundshme dhe më pas ai ka ndruar jetë disa ditë më vonë, por se si e ka kanalizuar fillimisht policia hetimin e kësaj ngjarje, më pas edhe versioni i portaleve dhe i mediave, dhe më pas deri në çfarë pike është prokuroria, na njeh me njerë zoti Niko Ferti, aktualisht drejt për së drejti nga shtëpia e tij në qytetin e Fierit. Zoti Niko, përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që në fakt atë çfarë ka ndodhur në jetën tënde dhe të vllait tënd, ti po i tregon për herë të parë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Gjithsesi unë do doja të t'jepja ngushëllimet e mia të drejt për drejta për humbjen e të dashurit tënd, të vllait tënd, të zotit Qiriako. Faleminderit shumë për interesimin që kemi treguar për këtë çështje, me qëllim që marrim një farë zgjidhje. Pasi kanë kaluar 3 muaj dhe njerëz që mund të kenë marrë pjesë në këtë, dhe sidomos ky vrasje kryesor konfiu, duket sikur kjo çështje do të zgjallet shumë, por unë mund të tregoj momenti se si ndodhi. Zoti Niko, në fakt kanë kaluar mbi 3 muaj, keni absolutisht të drejtë se ka qenë data 25 shkurt i këtij viti dhe mbrëmje vonë, vllai juaj ndjeri ka trokitur në derën tënde. Ka trokitur, Niko hapet derën tënde. Po, sa ka qenë ora? Ka qenë ora rreth 7 aty. Po. Errësirë. Hapet derën. Në moment bëm gati të ashtu dhe gjoj një krik në shkurtër. Ishte kjetë ma që kishte goditur ty, konfiu me forcë kokën në murë. Edhe, po unë, se kjo ngjarje ishte befasishme, ishte planifikuar nga këta, që ta bënin në një mënyrë që unë nuk më shkojnë mendja kurti
Brenda komshiu. Pavarësisht se ata kishin funksionuar disa herë gjatë viteve, prindrit e këtij shumë. Sa abderë, nuk e shikoj këtë që prapë qëndronte në këmbë. Ai po kishte marrë një goditje shumë të fortë, që tronditu trurin brenda. Edhe mirë, që ndodhe herësirë kudo. Tani goditësi ky komshiu e bëri shumë shpejt të veprim. Edhe duke dalë, mbase duke dalë nga dera e tij, duke goditur duke derën e tjetër sipër. Mund ta shpjegoj më vonë këtë kështu. Nuk kuptova gjë në çast që e kishte bërë komshiu, por vjen brenda i ashtu kusht duket sigur i pash një gull të vogël aty në anën tjetër, dhe kush ka goditur, ku ke rënë i thashë, nuk e kuptova momentalisht që ishte i goditur në atë qafë, ishte i goditur në një mënyrë dhe ke prusë, që shumë të rënë. Nuk më tregoj gjë se mbase nga tronditja ose nga diçka i bëri në vetvete, nuk më përgjigj, shumë raste tjera që pyeta nuk më dha përgjigje. Në moment nuk e kuptova që dikush kishte një gjë të qëllimshme, momentalisht që do duhej që t'i bënte keq tipit, se duke në të gjitha anët e qytetit dhe nuk kishte marrë njeri me këtë. Ai nuk i binte kujt, nuk ngacmonte kënd. Po mund afrohej diku, doa një cigare, diku shumë pje fjalla që. Ishë mund skizofrenik, po nuk i binte kujt në qafë. Dhe pa për t'i bërë shërbim vetës tjetës, do të një këshu. Dhe unë kisha 10 vjetë që merresha me një përkujdesje këshu, si vllai për vllain. Po. Në tutje për para me kujdesari nuk jepe, do më thëmë vetëm pensioni ti jepe, pensioni ti Po, zoti Niko, le të ndalojmë pak këtu se dua të qartësoj se ju... Për një ditë pasuse, u mundova që ta qoj ati, po aloperidoli që kishe marrë, se i bënin Kilper Aldol Depo në spitalin psikiatrisë, blogë se qoja njërën 2 muaj, gjysmë apo 3 muaj, dhe i keqë. E qoja tjetër i bënin këshu. Mirë po kjo e jep efektin, bashkë 2 javë që jep shumë, në shumë tjaka, Kilper Aldol Depo. Dhe nga kjo kishe shumë lëvizje, dhe hajtë veç të mjekoja në këti, s'pranonte, kështu një 2 ditë, pra në datën 26 dhe 27. Në 28 rapa pritur aty para Fidango ose para Apollonit aty, dhe unë se mora veç, kështu. E kishim marrë, kishim quar për kurim në spitalin e Fjerit, si ishe lajmëruar njerëz të caktuar aty. Edhe kishe dhe një televizion, se dikush e dha një televizion. I tha një nda ca ka rënë aty si lë ai kryetari bashkisë u bashkë këta kështu. Kishe dha një televizion. Edhe qurë në spital. Dhe zhjeri nuk e mora veç kështu. Një ndatë 2 vajta unë e pasë aty. Ishte si pandinje, si kështu, po nuk fliste atje në spital. Atër, zoti Niko. Unë do doktorët aty, jetë shumë. Si gjetë aty. Ka shumë të ri pak edhe këta nuk janë marrë si duhet këta të spitalit me që unë për të jetu qelbi, se që mlevu qelbi plaga në vetë, po unë faktikisht edhe nuk e kuptova thellësinë e kësaj, të më thënë, të rrezikshmërinë e kësaj goditje, nuk e kuptova. Se duke ecur ky, duke dalë rrugëve, nuk e kuptohet dot. Nuk rritë në shtëpi këta ta merja me ambulancë, ta qoja, këto 2 ditë. Në 28 që ra atje u qonë spital, tani ata të spitalit se di që se kush ndikoj atje. Ka marrë vesh, i ka ndikuar një tjetër doktorin ti personal, por është vërtet letëziri policie këtë gjera. E kuptoj, zoti Niko. Mua nuk më informojnë për asjetë. E qartë. Mirë, ne po hedhim për herë të parë dritë mbi këtë ngjarje që me sa duket televizionet dhe portalet
mund ta kenë deformuar ose janë referuar gjithmonë institucioneve të cilat nuk kanë dashur ta zbardhin dhe ja ku jemi sot që ju kërkoni drejtësi. Tani, bëhet fjalë për datën 25 shkurt. Datën 3 ditë, edhe datën 4 kur vajta unë e hoqë shpejt trupin, si thash më parla më lajmëruar mua, si hoqë ka shpejt trupin me çon morë. E Mos qartë. keni bërë në një gjë mos. E qartë. Mos keni dashur që ta vdisim me dorë mos shton. Mos ishte në një urdhër nga në një zyrtar që mos merrte pensionin, kaq, i thash kështu, kupton? Pra, nuk është dhënë rëndësia e dur, thoni ju, duke ditur. Për të takuar kirurgun dhe ma fshenin dhe emrin në kirurg. Qartë. E tani nuk e di. Pra, zoti Niko, me pak fjalë ju thoni që spitali, duke qenë se ishte vllai juaj një person i cili kishte probleme të caktuara dhe jo njëri pa njëri, se ka pasur mbështetjen tuaj, ndoshta nuk i është dhënë rëndësia e dur nga ana e bluzave të bardha, por kjo është një tjetër problem. Unë dua të ndaloj tek 25 shkurti. The pak më përpara që në momentin që i ndjeri 4 kitur në derën tënde, ke dëgjuar një klithmë dhe ti mendon se fqinjët në mënyrë të organizuar ja kanë përplasur kokën të ndjerit në mur, sepse kanë dashur eliminimin e tij. E kishin organizuar thua ti, pse? Po, mendoj se ishte kështu se këta, do të thonë, komshiu kishte përcënuar disa herë për se do të marrë jetën ty dhe ti se më ka shkelur tu më ka bërë gjurë ose më ka bërë ka lëshuar një njohurinë e dikur kështu që nuk u vërtetuaj që. Pra, ju jetoni në të njëjtin pallat, i ndjeri ka jetuar në katin e parë? Në 10 shkurt të 22-shit e ka bërë këtë përcënim. 10 shkurt të 22-shit. Po mbas 10 shkurtit të 22-shit ti mendon se 25 shkurt të 2026-ës pas 4 vitesh ai do hakmerri në këtë mënyrë pas një kërcënimi të drejtë për drejtë? Jo, po kanë kërcënuar dhe në 13 maj të vitit kaluar, të 25, 13 maj. Unë i kam kërcënuar ato. Mirë, a mund ta dim pse kërcënonte fqinji? Çfarë bënte i ndjeri vllai juaj? Po, kërcënonte thjesht për punë pastërtie, po ky kishte huqjet e tija vllai im. E kupton, si thotë smur skizofrenik, kanë huqjet të caktuara, po keni vënë re. Nuk i kanë njësoj njëri me tjetër. E vërtet. Ky ishte këtë që nuk mbante, kështu ikte zbatur, nuk kupton, ikte zbatur. Kudo, po tani të merreshin njerëz të caktuar me këtë pa u bërë në një diçka, tani më thuaj mua ti që kërcënimi ekzistonte, po dikush tjetër që do të ta eliminonte në vend që të mblidheshin si komision 2-3 veta dhe ta çonin në spitalin psikiatrik te kronikët, me menduar ndryshe për ta eliminuar, nuk kupton? Pse nuk zgjodhen rrugën e mirë, por zgjodhen rrugën e vrasjes. Po kjo është. O zoti Niko, këto shqetësime i ke shprehur përpara se vllai të ndronte jetë. Pra, ju jetoni në një pallat, fqinji i ka pasur ai, fqinjin ke edhe ti. Aktualisht, ti flet me këta fqinj? Po, në fillim kur kemi ardhur para 40 vjetësh kishim një farë kështu, do me thënë, si çdo komshi, por më vonë ata sa erdhën dhe u ashtu, pavarësisht ku e kishin hallë nuk e di. Po arriti t'ja shpjegoje se kush ishte i ndjeri Qiriaku? Po dakor, ai ka bërë një shqetësim të vogël që ka ecur zbatur dhe aty kalojnë dhe 15 metra të tjerë. Tani, ka qenë fort pas ka qenë kjo gjë sa ta vrasësh titrin, pra kjo. Po çfarë shqetësimi i sillte në qoftë se i ndjeri ecte zbatur, këtë se kuptojmë. Po. Çfarë shqetësimi? Të ecësh zbatur, çfarë problemi ka? Prit, dikush zyrtari sigurimeve që mos merrte ky pension. Ku gjeti ndërmjetësin që u lidh me këtë? A e ka hetuar policia? Kush ishte ky njeri ndërmjetës? Që i tha bjeri tani. E kupton që e dinte se ky rinte gati për goditur. Ku ishte ai ndërmjetësi? Pa ta gjej policia këtë. O zoti Niko, ky i sigurimeve me atë. Zoti Niko, ja një minutë. Tani, të lutem, zoti Niko. Duke bredhur zyrtari. Të lutem. Këtë nga njerë pakën të hyrjes që mund tjetë edhe bashkëpunëtor, po nuk e di se është, mbase nuk është. Po, mbase hyri befasisht në derë ky vrasi, hyri befasisht në derë ati. Atë nuk futen, po, gjysë një policim për këtë. Atëherë, zoti Niko, më lër ta kuptojmë qartë edhe neve. Ka për ditë reshtë për të hequr gjurmë, i vkatit dytë, nga njerë pakën. Greu muret, nuk e di. Atëherë, zoti Niko, më dëgjon? Zoti Niko, më dëgjon? Ju mendoni se fqinji ka pasur një skenar dhe pas fqinjit fshihen edhe persona të tjerë, të cilët kanë dashur sipas jush
eliminimin e vllajt tënd për të mos marrë një pension. Po, për eliminimin e vllajt tim. Po. Shiko, po, nuk besoj se në këtë Shqipëri me kaq shumë halle të bëhen skenare të tilla. Mendon ti që eliminimi nga ana e fqinjit, i cili e ka goditur për arsyet e tij dhe jo për ta eliminuar vllajën tënd, sidomos në bashkëpunim edhe me persona të cilët kanë dashur ti ndërpresin pensionin. Nuk e mendoj kur këtë skenar. Po, ja të them unë ty. Ja të them unë ty. Ky dije që kërcënonte në mënyrë të vazhdueshme, pra ishte një kështu, po nuk veprot. Tani, në momentin po a ka sjell shqetësime apo nuk ka sjell shqetësime vllai yt? Dhe këto shqetësime nuk e qenë ti negociator me fqinjët? Jo mirë mua, qoj logjikën vet aty. Në momentin që unë vuta në skemën e pensionit fillim të këtij viti me 12.000 lekë të reja. E kupton? Pensioni mujor. Ky arriti 30.000. Pse i goditën këtë? Sa fillova unë të marr pension? E lanë 1 muaj, 2 të tretën e goditën. Do të thënë e goditën punë. Zoti Niko, po apo thua që ndër vite vllai juaj Ndjeri ka pasur probleme me fqinjët? Ç'lidhje ka pensioni juaj, pensioni vllajit me skenarin? Të lutem. Te pavioni i kronikëve po e goditën, e vran. A ma skiz mua aty. Po ka një kleçk aty. Atëherë, zoti Niko, tani kleçka mund të ketë sa të duash, skenare ka sa të duash, por mos dil në përfundime të tilla. Po them kaq sa ti unë, kështu. Unë s'kam informacion, prandaj. Mirë pra, po këto janë gjitha imagjinatat e tua se mund të jetë një gjë fare banale dhe nuk përfshihet kjo skem që ti ke në mendjen tënde. Po le të ma sqarojnë mua. Dakor, këtu absolutisht ke të drejtë. Këtu absolutisht ke të drejtë. Pa dashje, kështu, i kërkon falje, i të po, dakor. Okej, më vjen mirë që edhe i kërkon falje. Jo, i kërkon falje, nëse i bie dikujt pa dashjen. Okej. Atëherë, zoti Niko, më dëgjoj pak me kujdes sepse e ke bërë kaq rrëmuj dhe nuk arrim të kuptojmë, madje kërkove dhe falje në këto momente. Atëherë dua. Nëse i bie dikujt kot. Po pra, më dëgjoj pak, të lutem. E kupton, e ka bërë ky mezi tani. Ky më futi në telashe të tjera mua. Më ndajmë me njerëz tjerë me doktora dhe me të gjitha. Ky e bëri tani. Niko, kur e kuptove ti? Atëherë, po, më lër të bëj pyetjet, më dëgjoj të lutem, a do dënohet personi apo jo? Por, le ta zbërthejmë bashk gjithë të skenar që ti po tregon në këtë studio. Fqinji juaj, mbasa ditësh ti e kuptove që kishte goditur vllajën tënd. Dhe pse nuk mendon se vllai jot është goditur atë ditë që është gjetur në rrugë? Nga rënja e tij në rrugë, pra i ka rënë në rrugë, mund të jetë goditur, por është goditur me datën 25 shkurt. Pse mendon? Jo, është e gabuar ai. Jo, është e gabuar. Kush është e gabuar? Shumë e gabuar se duam të shpëtojnë këta. Po. Po si mund ty? Është e gabuar. Se i kryti 3 ditë për hoqi gjurmët. Ky i thati 2. E shikon? Se i kryti gjithë morët si ekspert. Hoqi fluorin, jo dhe ujë dhe leu gjithë atë. Pra njollat e goditjes, ai arriti ti eliminonte të gjitha. Po, bjerë një komision ekspertize të hollësishme ti, po se kape të katit dytë. Edhe duhet të shkëtojnë të gjithë tani. O Niko, po ti si ke marrëdhëniet me fqinjët? Normale kanë qenë kështu po. Me personin në fjalë, si ke marrëdhëniet? Kushdo që e ka bërë, nuk mund t'i fusë të gjithë në një sesë. Po kushdo Niko, mesit do përgjigjet për këtë. Duhet të përgjigjet. Atëre, Niko, si ke marrëdhëniet me personin në fjalë për të pyes? Me këtë vrasë? Po. Ti e quan vrasës, por akoma gjykata nuk ka vendosur gjë. Jo, e vrau moj. E vrau në mënyrë e ti si ka goditur kokën në një mënyrë kështu që klizma ishte kështu qerse, po unë nuk e mora me mend si do a bënte ky. Thash u habita hapa terën unë, po e pash prapë në temë këtë shkretin. Mbas vdekjes së vllajt tënd, të lutem, mbas vdekjes së vllajt tënd, e ke denoncuar me emër me mbiemër këtë zotëri? Shiko tani, po dëgjoj mua ti. Po t'jap skenarin, api din ka goditur këtu, ka goditur vllain tim dhe e fshiu lart. Kush e mbajti 10 ditë ke fshiu këtë? Që nga data 25 ndarke deri në datën 5, 6 apo 7 ju ka. Kush e fshiu? Që mos ta kapte policia. Të vinte aty mos skutej, do kontrollonte te shtëpi këtij nuk do ta gjente. E shikon? E ka strehuar fqinjë tjetër. Po në të njëjtin pallat fqinjë lart jush. Po. Okej, në gjose këta, disa njerës në Julia, kishin një, e ke parasysh një gjë për pse jetën zbatur në bën pisë ose kështu. A i vinde direkt, ka ti parja, më vinde direkt të shpje ime.
edhe të jetia. Po, tani, nëse kishin ta kështu, nuk ishte një komision 2-3 vetat të kryetari bashkisë të venin ose të çështje sociale ta çonin në pavionin e atyre kronikëve në spitalin e Vlorës, pse? Qartë. Mirë, dalim në hapësirën, zoti Niko. Jo, në rrugën e shkurtër për ta vrarë, e kupton? E kuptova, jeni qartë. Mirë, dalim në hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e 2 dhe 3 të këtij emisioni. Faleminderit. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë, lidhemi edhe një herë me Fierin, aty ku ndodhet zoti Niko Ferti, i cili deklaron se me datën 25 shkurt rreth orës 19 vllai i tij Indieri Qeriako Ferti, i cili në fakt lajmi i gjetjes së tij në rrugë u përdor nga mediat, por zotëria ka dyshimet e tij. Thot që me 25 shkurt teksa ka trokitur në derën e zotit Niko, vllai ka bërë një klith që me sa duket fqinji e ka goditur. Atëherë për qenë të qartë, zoti Niko, fqinji juaj i cili është gjetur nga policia, siç thatë ju disa ditë më vonë, i fshehur dhe i strehuar nga një fqinj. Dhe kjo, thoni ju, ishte organizuar nga disa fqinj, pse vllai juaj ecte zbathur nëpër pallat dhe linte gjurmët e tij. Megjithatë, jo, shiko, nuk është ngjitur asnjëherë lart, vinte direkt te shtëpia. Dakor. Ku ishte ajo posaçilleku? Vinte direkt te unë ai. Atëherë, zoti Niko, të ecësh zbath është problem për personin që ecën zbathur dhe jo për banorët e tjerë. Megjithatë, nuk është ecja e vllait tënd zbathur, por me sa duket ka pasur problematika të cilat të paktën ti, zoti Niko, nuk e mundur t'ia tregosh fqinjve, të flasësh me ta dhe ata ta mirë kuptojnë vllain tënd të ndjer. Këtu jemi, a kemi të bëjmë me një goditje? Domethënë përveç këtyre kërcënimeve të disa hershme të këtyt, të komshiu derë për derë, po unë s'kam ditur gjë që kishin dhe tjerë të ankesa për këtë. Po, më fal pak, zoti Niko. Në qetësinë time familjare më goditën në mënyrë të papritur, më kupton tani. Po, zoti Niko, duke qenë se ka pasur vazhdimisht kërcënime, ti këto kërcënime i ke bërë denoncime në polici, se nuk mund të flasim dot sot dhe nuk provojmë asgjë. Denoncimi mbetet në polici. Policia ka qenë e informuar për këtë. E pesi erdhi me sa mori denoncimin erdhi e kapi. Ka qenë informuar policia për këtë. Kush e lajmëroi policinë dhe ka denoncuar fqinjen? Ju e lajmëruat policinë? Jo, ti do thuash kështu, pse se ke denoncuar një herë drejt për drejt ta hedhësh në gjyk dhe ta dënosh. Atë po, nuk e kam bërë. Jo, si zoti Niko. Si ishim, nuk e besoja që të arrinte aty. Zoti Niko, unë të thash që kërcënonte, po nuk e besoja që të arrinte deri aty. Po pra, për këto kërcënime ke bërë denoncime? E kupton? Për këto denoncime ke bërë për këto kërcënime ke bërë denoncime? Denoncime në polici? Po. Nuk kam bërë, faktikisht. E pra, ja këtu është gabimi. Që ti ke toleruar vazhdimisht kërcënime. Po pra, se njeriu që të kërcënon, të merr edhe jetën, siç ka ndodhur dhe ti po e thua. Po. Pavarësisht se nuk e beson, po ashtu është, si thua ti. Megjithatë, ti thua që me datën 2 mars ai ka ndruar jetë, është bërë varrimi i tij dhe ti je i pakënaqur. Jo, prit, në datën 3 vdiq. Në datën 3 vdiq. Okej. Po, që më thanë ata të spitalin, 3 mbas dite ka vdekur aty. Kur je lajmëruar ti nga spitali? Unë atje e hoqin shpejt ata. Atëre, Niko, më ndiq pak të lutem. Kur u lajmërove ti nga spitali që vllai yt ndodhej në spital dhe ndroi jetë? Kur je lajmëruar ti? Jo, nuk u lajmërova fare. Mund të lajmëroni edhe mos kishin numër telefoni, mund të lajmëroni atë të policisë lagjet. Nuk u lajmërova fare. Çfarë thonë dëshmitarët që e gjetën në rrugë, Niko? Çfarë thonë dëshmitarët që e gjetën në rrugë vllain tënd? Po, e gjetën në rrugë. Po, unë su informova aty, unë informova ditën domethënë kur i gjetën shumë të dielën në ndarke, kur të veja. Nuk e zdia ku të veja. Zoti Niko, në spitalin e Vlorës apo në këtë të Firit. Të lutem, ku është gjetur Indieri i rrëzuar në rrugë? Ka pasur qytetar, e kanë parë sa ka qenë ora. Të lutem, na qartëso pak. Po, se di sa shu se nga televizion, nga këta e mora vesh më shumë në mbrapa. E qartë. Zoti Niko, le të ndalojmë. Pra, ai ka qëndruar disa ditë në spital, spitali nuk ju ka lajmëruar, e kanë quajtur rendacak, ndërkohë ai ka familje, ju ka juve, ka dhe fëmijët tuaj. Po, nga jo, po.
Askush nuk Edhe ka menduar që ta eliminojnë shpejt. Atëre, zoti Niko, të lutem. Për ta eliminuar, që mos merrte Në momentin, të lutem, zoti Niko, në momentin që spitali ju lajmëroi që ka ndruar jetë. Zoti Niko, më ndiq pak, të lutem, e kam shumë të vështirë të komunikoj me juve. Më lër të bëj pyetjet? Ju lutem shumë, s'tilleni me drejtësi këtë, ata do mundojnë që të shtojnë të gjitha kështu. Po unë të gjitha janë ngatruar, por atëherë, zoti Niko, ngatruar me kaq njerëz kështu. Po zoti Niko, që më futi në këtë, që është ky që goditi, ky Mirush Hameti, ky që goditi, ky do të dënohet, kaq. Atëherë. Ky më futi në gjithë të vorë për mua. Zoti Niko, ju do flisni, ne duhet të bëjmë pyetjet tona, ti duhet ta marrësh drejtësinë. Ju gazetarët çojini në drejtësinë vend, ka. Ju lutem shumë. Po të më lejosh të bëj pyetjet, unë e kuptoj edhe revoltën tënde, ke absolutisht të drejtë. Po të dëgjoj. Por më lejo të bëj disa pyetje. Kur spitali të telefonoi dhe të tha që ka ndruar jetë, si arriti të gjente... Jo, nuk ka telefonuar, jo është e gabuar, jo s'm ka telefonuar. Po si e more vesh vdekjen ti, si e more vesh vdekjen? Kush e ka varrosur vllajën tënd? Ju me amendje thash unë si që pun dali se ky i shpëti, domethënë ça bëhet aty, kështu. E kupton? Sikur më tha një gjë në kokë kështu. He. Imagjino. Po nuk u bëre merak ti që vllai kishte disa ditë që nuk vinte në shtëpi? Thoshë unë kështu. Që duhet vete. O Niko, më dëgjon. Po kur vajta atje nuk e gjeta në datën 4 aty. Na shu vajta në polici, sa policia s'kemi marrë vesh ne që të ka vdekur ta. E kupton? Sa dalte rruga aty vjen ai i varimit sa, kështu kam dëgjuar unë që do nesër në 10 aj do ta varrosin thaj në datën 4. Domethënë për datën 5 thuaj. Pra, Niko. Niko. Në datën 5 bëra denoncime dhe u bë ajo autopsia në kupomës. U kapën me gishta kështu. Dhe kush është shkaku i vdekjes? Kush është shkaku i vdekjes me që u bë autopsia? Shkaku i vdekjes, le ta nxjerrni shkakun e vdekjes që u bë autopsia. E ke gjurmë të këtia, që tani do të shpëtoj dhe vrasë si vetë që e ka goditur. Si do shpëtoj ty? Personin të cilin ti akuzon drejt për së drejti sot në studio që është edhe fqinji juaj, ku ndodhet aktualisht? Në Burg apo Shloni Lirë? Si, kush është miku im? Të lutem, zoti Niko, më dëgjon? Jo, është komshi, po mund të jetë armik. Ai që të bën këtë gjë, kështu. Që të vret njeriu në afër, mund të jetë armik, jo mik. Zoti Niko, po të më dëgjoni, nuk ju thash mik. Po. Të thash edhe një herë tjetër. Fqinji të cilin ti e akuzon, është në Burg apo është i Lirë? Fjalën mik nuk e përdora. Është në Burg. Kjo e di unë. Nëse është i Lirë dhe ky, i lirojnë të gjithë ata dhe asnjë nuk përgjigjet për këtë që e vran. E kupton? Shiko, ti më the që është bërë autopsia, pas daljes së autopsisë, je interesuar kush ka qenë shkaku i vdekjes, ku e ke dokumentin? Nuk më tregojnë asgjë. Po, mora vesh nga policia që ky e ka bërë dhe polici vetë që ishë marrë me këtë, ky Galetano e ka thënë vetë me kështu që ka pohuar, po. Pra është policia që e ka zbardhur ngjarjen për fqinjen, jo ju keni denoncuar fqinjen në polici. Me gjysmë llafi pa. Pse s'më jep një letër të shkruar e që vrasish ky? Hajmë thuj motë. Mere ti letrën që kush është vrasi. Tani, komshiu juaj, fqinji juaj që mund të ketë kryer vrasjen, me kë jeton? Po. Me kë jeton? Hajtë ditë për ditë që qajnë aty që kam frikë se mos do dënojnë me vite. Hajtë dëgjoj që si qajnë aty. Të lutem, me kë jeton fqinji? Kujtja bësh komshiu të t'i gjithë. Zoti Niko, me kë jeton fqinji? Kë ka në familje fqinji? Është i martuar, ka grua, ka prindër, ka fëmijë, sa vjeç është? Na një pak me autorin, të lutem. Po, ja të njohur me autorin. Ai është djali i dytë i Astrit Shametit. Po? Mirush Shameti, djali i dytë. Sa vjeç është? I martuar dhe ndodhen në Amerikë me sa ti unë. Sa vjeç është, të lutem? Sa vjeç është? Ky mund të jetë 40 deri 45 në këtë diapazon. Ka një familje të tij, ka bashkëshorte, ka fëmijë. Është i martuar? Moj, ai, shiko, të themi episodun, në një moment të caktuar, vjen ballë për ballë, sa hap derën, nuk ballë për ballë me mua kështu. Që thashun, po goditi do ta haj ky Burgun. Po goditi do lajmëroj policia. As unë e godita as ai, ballë për ballë kështu. Dolën të dy prindës dhe kapën mos. E kupton? Hajde. Në një rast të caktuar. Ishte ballë për ballë me mua kështu. Se di se unë rujta qetësinë. E kupton? U bë gati të godasi e kapën prindë, dolën të dy ata. Ky Astriti me mjaftim e dolën aty dhe e kapën.
Zoti Niko, Zoti Niko, në këto 3 muaj që personin që unë ka i arrestuar sipas teje, ke mundur të flasësh me prindrit e ti, se ti thua që në familjen e ti qahet, sepse ai mund të dënohet disa vite. Po mund të dënohet se është vërtet 100% ai faloj, kupton ti tani? Po ti të qarat ku i ke dëgjuar? Po prit tani, dëgjoj mua tani. Po puna është këtu se ky rasti nuk është vetëm ky, ngatrojnë edhe të tjerë dhe në këtë mesele kanë like, shokë e kështu e kthejnë anapot atë, janë shumë vetë atë ngatruar. E kupton? Tani, po u liruan të gjithë shton ky, lirohet edhe ky. Nuk e mbajnë, e kupton ti? Çfarë që ndodh? Po kush do dënohet pasaj për të gjithë goditën në mënyrë të qëllimshme? Mirë, Zoti Niko, të bëra një tjetër pyetje. Ata që godasin qëllimisht në Shtetet e Bashkuara. Atëre, Zoti Niko, të lutem. Do shkëtoj pa gjë, Zoti Niko. Pe jam mësoj mua ti. Zoti Niko, më dëgjon? Ata morën kështu, ata them unë, morën kështu, si me shaka që ta vrasin këtë dhe s'do përgjigjet njeri për këtë. Më kupton? Po si, kafshi ishte ky, ishte qenë ky që e vran, apo jo? Atëherë, Zoti Niko, mbaruat, më dëgjon? Ligji, kodi penal nuk thot që është njeriu është kështu, është shqiptarist është kështu, kush vret dënohet. Këtë thot kodi penal i Shqipërisë. Atëherë, Zoti Niko, absolutisht jam dakord me revoltën tuaj, por nuk na lejoni të bëjmë punën tonë si gazetar. Bëni punën, kjo është e vërteta që them unë, kaq. Sepse vazhdimisht flisni dhe nuk na dëgjoni. Ju thoni që vllai juaj mendor mundet të jetë bullizuar dhe mundet të jetë goditur nga ana e fqinjit. Ju bëra një pyetje. Është goditur në mënyrë të qëllimshme, ka kapur kokën. Atëherë, Zoti Niko, këtë gjë e kuptuam. Në beton, e kupton? Niko, këtë gjë e kuptuam. Por ti the pak më përpara që në shtëpinë e fqinjit qahet vazhdimisht, ti ku i ke dëgjuar të qarat. Po, dakord, ja, po, ajo, që kam frikë mos dënohet shumë, kaq. Ku i ke dëgjuar ti të qarat dhe pse del në përfundimin e dënimit të ti? Po, në përfundimin e dënimit, tani, ta vrasësh tjetrin ti, si është, nuk duhet dënuar? O Niko, ku i ke dëgjuar të qarat ti? Se mos dënohen fare, e kupton ti? O Niko, ta vrasë që mos dënohen, si është puna? O Niko, nuk po thot të vrasësh edhe mos... Niko... Gjysma njerëzve vriten, e kupton? Niko, ne nuk po tha... O Niko, të lutem, tani na respektohu se në të kundërt të mbyll mikrofonin të largoj nga linja. Po mirë, dakord, mirë, dakord. Atere, nuk po thot njëri të vrasësh edhe mos të dënohesh. Po flas për një tjetër gjë. Të thuash ti që në familjen e ti unë dëgjoj të qara dhe të qarat vinë sepse ai do dënohet shumë? Jo ma shpigo ti. Jo ma shpigo ti që e the? Po mirë, dakord, këj ka të dytë, që gryu 3 ditë, 4 ditë murin ati, hoqë plurin, e lau dhe me ujë, mos gjende gjurmat e gishtave të këti, që vete lartë dhe e leu dhe me gëlqere. Edhe më tha mua, deri në këtu të shkalla e kam, më poshtë, deri të dera jote nuk e ngacmoj. E sa dola unë me qunin tim për të psonisur, e leu me gëlqere deri të dera ime, mësoj mua ti. 2 muaj mbas vrasjes, mbas vdekjes e vllajt tim. Autori apo komshi tjetër? Autori ishte ky apo? Ky ka të dytë, Vangel Papa, pse bëri këtë gjë? Po i thash unë, mos ngacmo këtu se është zona e jetimit dhe po gryen gjurmët në kohën e jetimit. Nuk ka mbaruar jetimi, mos ngacmo, ai vazhdon dhe prapë me këmbgulje. Që çdo komision tjetër mos ta kapi, e kupton? Çdo komision hetimor. Hajde, mësoj mua. S'ka komisione hetimore, ka grup hetimor, megjithatë, Zoti Niko. Grup hetimor, po grup hetimor, si thash komision. Ju e keni dhënë dëshminë tuaj përveç emisionit me zemër të hapur, ke shkuar në polici, në prokurori, je marrë në pyetje? Ore, atyre ja kam thënë të gjitha, po nga ata nuk merr dot asnjë gjysmë llafi, e kupton? Bëj ti kërkesë prokurorisë edhe informohu për këto gjëra. E më thuaj edhe mua, hajde, bëj ti kërkesë. Zoti Niko, gazetarët nuk bëjnë kërkesa në prokurori për çështje qytetarësh individuale. Duhet jeni ju që bëni kërkesa. Inshallah ju përgjigjet. Zoti Niko, duhet jetë qytetari që të bëj kërkesa dhe jo gazetari në emër të qytetarit për të bërë kërkesa. Ne nuk kemi asgjë të paqartë në gjithë histori. Unë si qytetar po shpreh këtë gjë, që kjo gjë që sot që them unë, vërtetojni se është e vërtet, por
ata duhet i hapin dokumentet që t'ju tregojnë, më kupton? Patjetër, dëgjoj, Niko, ngjarja është e vërtetë. Me gjurmë të gishtave, e kupton? Kuptoj. Ngjarja është e vërtetë, gjithçka që ju thoni. Ajo që mua nuk më pëlqen ke ty janë përfundimet që ti del, sepse nuk janë bërë 3 muaj dhe prokuroria nuk e ka mbyll ende fazën e hetimeve, do më shumë se sa 3 muaj. Po le të rridhe edhe 6 muaj, po unë them që por skenaret që ti tregon janë të frikshme dhe nuk mund t'i besoj dot. Ky proces do monitorohet nga ju, kushdo që ka. Atëherë ta dëgjojmë. Po mirë, dakord, ja të them unë një gjë. Po. Ja të them unë një gjë. Nëse ky bëri kështu dhe u fut rastisht në derën e tjetrit. Tani ky denoncon në polici dhe s'ka asnjë pasojë ligjore ai që personi që stroi, denoncon me njëherë në polici. Tani, nëse ky person ka ditur që ky do vritej dhe nuk ka treguar shkelje ligjore, shkelje penale, ka ditur që do vritej një njeri edhe nuk i ka treguar policisë. Një kjo. E dyta, nëse ka bashkëpunuar është një akuzë dhe më e rëndë, nëse ka bashkëpunuar në krim, bashkëpunëtor në vrasje. E kupton? Pra personi që e strehoi dhe personi që fshiu gjurmët janë bashkëpunëtor në vrasje. Mirë. Tani vrasje ne mendojmë që vra me pistolet apo me zik. Tani vrasje mund ndodhe dhe kështu. Ja shuku kokën me shumë forca, çuni i ri. E kapi fort dhe bdamja për t'ia hapur kokën fare, më kupton? Tani do lejohet ky që me pasojë vdekjen. Tani ky do lirohet ky? Ky më futin mua në telash edhe me njerëz të tjerë kështu. Që apo jo, kush i tha këtij godite? I tha një zyrtar, tani ky zyrtari ku i gjeti ndërmjetësin ky? Pa manxini që ka të fytyrën e ndërmjetësit kështu. Mase s'ka pas kontakte drejt për drejt me këtë. Kështu. Zoti Niko, ta dëgjojmë pak avokatën. Ati zyrtarit, kush e vurin vesh? Që ky është gati të godasi. Edhe ky i tha, viston, okej. E kupton? Ai më nxirr mua ti këtë. Atëre, zoti Niko, ti thua hajde ma nxirr, por nuk janë gazetarët që ta nxjerrin, ta dëgjojmë pak avokatën zonjën Ana Pertena, sepse historia është, thash edhe një herë saktë treguar nga ana juaj, pastaj skenaret që ti ngre në kokën tënde janë për t'u zbardhur nga ana e prokurorisë. Zonja Ana, kemi këtë ngjarje të rëndë, me sa duket nuk është vetëm autori, që nga në burg, thot zoti Niko, ky autor, por ka edhe bashkëpunëtor, personin që ka fshirë gjithë gjurmët që ka lënë goditja e autorit, por njëkohësisht edhe strehimin nga ana e një fqinji që zoti Niko thot që këto të dy janë bashkëpunëtor, pavarësisht se kush është motivi që zoti Niko patjetër e lidh me pensionin e invaliditetit që ai kishte për shkak të shëndetit mendor, por e lidh paralelisht edhe me pensionin e tij të pleqërisë, por nuk jemi këtu për të zbardhur këto skenare. Arsyen e jep dhe versionin e jep prokuroria që del në një version që plagosja me dashje, me pasojë vdekjen, ka ndodhur për këtë arsye ose jo, do të jetë gjykata pastaj që t'i hyjë në themen gjithçka. Megjithatë, mendimi yt për sa dëgjove, edhe pse kemi pak të vështirë për mënyrën e narrativës së Niko Feshtit. Evi se kuptoj edhe situatën e zotit Niko, që është i ngarkuar, i mbi ngarkuar, dhe ndoshta domethënë mendon edhe vetë disa skenare, por jemi në fazën e hetimit. Dhe duke qenë se jemi avokat, ne pavarësisht se çfarë thonë personat, aty do ketë disa deklarata që janë dhënë edhe në rastin e ngjarjes, nuk e di nëse zoti Niko, sepse nuk u shpreh, nëse ka bërë denoncim që në momentin që ai ishte i goditur me 25 shkurt, apo ka bërë edhe denoncim më vonë kanë bërë qytetarët apo ai vetë. Tani zoti Niko ka qenë një pjesë e hetimit, që do të thot policia thërret edhe familjar, dhe në momentin që zoti Niko ka pretendime, do t'jetë thërritur në prokurori. Natyrisht ne po bisedojmë edhe po flasim për rastin, po ky rast është duke u hetuar. Dhe për shkak të hetimit e kuptoj edhe vonesën e prokurorisë që kanë kaluar 3 muaj, sepse kur ka ngjarje me pasojë vdekjen, edhe Instituti i Mjekësisë Ligjore vonon për të nxjerrë edhe përfundimet e veta në bazë të ekspertimit, kështu që normalisht që do shtyhet edhe ca kjo çështje për t'u hetuar, por unë besoj se ka gjithmonë prokuroria i ndjek nga të gjitha anët, i shteron të gjitha anët për të parë se kush është e vërteta. Megjithatë, ka edhe një pyetje nga ana e prokurorisë, pavarësisht se ai thotë zoti Niko që unë kam qenë
në polici dhe në prokurori kam dhënë versionet e mia. Dhënë dëshmin. Tani, shiko, nëse një ngjarje ne e lëm në dorën e institucioneve dhe kemi besim tek institucionet, kjo nuk do të thotë që kemi dilemat tona duke e ditur se si është zhvilluar i gjithë ngjarja, si kanë qenë në kërcënimet vazhdimisht nga ana e fqinjit, pse bashkëpunëtorët të paktën ai që fshiu gjurmët e gjakut i mbuloi ato dhe tjetri që e strehoi derisa policia e gjeti autorin e kësaj ngjarje. Dalja pastaj në deklaratë që është gjetur një endacak në rrugë, është vajtur disa ditë dhe ka qenë i gjallë në spital dhe nuk është lajmëruar familja, kur ai nuk është endacak, por ka pasur një familje siç është i vllai që jetojnë në të njëjtin pallat, të gjitha këto çojnë në dilemë dhe absolutisht revoltën e zotit Niko edhe unë e mirë kuptoj. Do rikthehem shumë shpejt tek ty zonja Ana, po ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit për ta marrë në analizë, por edhe për dëgjuar ndoshta detaje të tjera në qoftë se zoti Niko do të na lejojë të bëjmë pyetjet e duhura në lidhje me spitalin apo denoncimin që vetë ai ka bërë kur vllai e ka parë që nuk është kthyer disa ditë në shtëpi, mund ta gjente gjallë në spital ato ditë që ai ka qëndruar, por pse e ka marrë vesh disa ditë më vonë kur ai kishte ndruar jetë dhe kur ka vajtur në polici ka qenë funerali që ka lajmëruar pikërisht të vllain, zoti Niko, që ditën e nesërme në orën 10 të mëngjesit bëhet varrimi. Të gjitha këto janë pikpyetje për të vllain, për zotin Niko, absolutisht ai ka shumë të drejtë në gjitha pikpyetjet, vetëm unë në një vend jam e paqartë që do ta diskutoj edhe me zonjën Ana, nuk duhet të dalim absolutisht në arsyet që çuan drejt kësaj ngjarje shumë të rëndë. Ndjekim publicitetin e dytë dhe të fundit dhe rikthehemi në pjesën e tretë. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Fjalën e ka marrë në fund të pjesës së dytë avokatja zonja Ana Pertena, po diskutojmë në lidhje me versionin e dhënë vetëm nga familja e viktimës, ndërkohë që i bëj një thirrje të drejtë për drejtë edhe familjes së autorit në qoftë se ato duan dhe kanë dëgjuar emrin e familjarit të tyre në studion e emisionit Me zemër të hapur, qoftë edhe fëmijë të tjerë, qoftë edhe dëshmitar, në mënyrë qoftë edhe anonime, mund të telefonojnë në numrat tanë, na gjeni në gjitha rrjetet sociale ose në numrin e telefonit 069 20 37 000. Dhe menjëherë do t'ju përgjigjemi për të marrë edhe versionin tuaj, për t'i përballur palët dhe më pas të lëm prokurorin, e cila nuk i ka mbyllur ende hetimet, por që 65 vjeçari, zoti Niko Ferti, ka deklaruar që ka bashkëpunëtor, një fëmijë tjetër i cili ka fshirë të gjitha gjurmët e këtij krimi shumë të shëmtuar në qoftë se ka ndodhur për mënyrën se si e tregon vetë 65 vjeçari, por dhe personi i cili e ka strehuar edhe ai një fëmijë tjetër. 42 vjeçari tashmë është në arrest me burg, pritet të zbardhen motivi, por dhe arsyet që e kanë çuar pikërisht në goditjen me datën 25 shkurt dhe më pas se si gjeti vdekjen mbas disa ditësh i rrëzuar në rrugë një endacak të paktën sipas portaleve dhe televizioneve dhe që vllai i tij zoti Niko nuk e ka ditur që ndodhej ende në jetë disa ditë prej 2-3 ditësh i shtruar në spitalin e Fqerit, por menjëherë ai e ka kuptuar këtë çështje më vonë teksa ka shkuar në polici dhe aty ka mësuar nga funerali që të nesërmen në orën 10 të mëngjesit bëhej varrimi dhe kjo është tepër e dhimbshme, prandaj është e kuptueshme e gjithë revolta që ka shfaqur ditën e sotme 65 vjeçari Niko Ferti. Zoti Niko, më dëgjon? Po të dëgjoj. Ka qëndruar disa ditë në spital vllai juaj dhe askush nuk ju ka lajmëruar. S'm ka lajmëruar, por në datën 2 vajta me qumë, në datën 2. Në datën 3 nuk vajta, kam qenë smura ditë. Ishe i shqetësuar se vllai Qiriako nuk ishe kthyer në shtëpi? Çfarë fillove të dyshoje? Po, e dyshova, thashun, kush e di, po mbasi do të shikoj një në spitalin e tjetrit tash. Dhe vajta ishte ditë e data 2 mars. Zoti Niko, ku është gjetur i rrëzuar endacaku sipas mediave dhe portaleve, por që rezultoi që ishte vllai yt? Ku është gjetur i rrëzuar? Në çfarë? Është gjetur i rrëzuar aty pranë para televizionit Apollon. Para televizionit Apollon. Sa ka qenë ora? Vallai nuk e di, po. A ka pasur dëshmitar? Ka pasur, janë hapur kamerat?
E kam filmuar këta gazetarë, do më thënë, kush televizion e ka kapër nga... E vërtet. Ditë ka qenë, ditë, po, nuk e di me orarë. Se ka dhe një televizion. Qartë. Pra, është filmuar dhe rrëzimin e të ndjerit është filmuar? Po, është filmuar, po. Qartë. Megjithatë, besoj se prokuroria do të ketë marrë të gjitha këto filmime dhe është duke u hetuar. Tani, ti përmende dy fqinj, njëri që e ka strehuar dhe tjetri që ka fshirë gjurmët. Me këta dy persona, ti ndeshesh çdo ditë në pallat, se jetoni në të njëjtin pallat? Po unë këtë të kam të dy të shkoj çdo ditë këtu, nëse kam dy të... Ke kërkuar sjarime nga ai? Ke kërkuar sjarime? Jo, s'jep njeri sjarime. Nuk të jep njeri. Sot që këshu, do më thënë, kujdoj që ti thuash, ti je bashkëpunëtor, ti je këshu, sot ti këtu ti e pra... Emrin e autorit e ka zbardhur policia apo e ke dhënë ti emrin e autorit në polici? Emrin e autorit që ka gotitur, e ka marrë nga këta, nga policisë. Nga të policisë. Këshu kapa e shqinjë, mësa. E kuptoj. Dhe ti i ke treguar policisë edhe për kërcënimet që ai kishte bërë më parë. Po si e ka zbardhur? Jam kurioze të di si e zbardhi policia. Si shkoi dhe ra në gjurmët e autorit? Jo, ra në gjurmët se kishte indikacione që kërcënonin. Pra, nuk ishtë punë kështu. E kuptoj. Ky nuk u akuzuar nga unë në gjykat që të dënohet ky nga këto. Për kërcënimet, e qartë, për vitin 2025-2022. Policia E qartë. Pra, kur do policia edhe punon si që duhet dhe prandaj kanë dalë në këtë lloj përfundimi. Mirë, zonjana, jemi në këto rrethana, tashmë është e qartë tabloja, policia e paska pasur sinjalizimin dhe në qoftë se policia e paska pasur sinjalizimin, atëherë mua më lind pyetja, pse nuk u parandalua kjo ngjarje? Apo kishim të bënim me një njeri që vuante nga shëndeti mendor dhe prandaj kemi këtë revolte dhe këtë protest sot në televizion edhe të vllajt të viktimës, se mund të ishte parandaluar shumë mirë. Në qoftë se ishte një njeri, në qoftë se ishte një njeri kaq problematik, mund të ngrihej një komision, edhe bashkia me anë të punonjësve social mund ta merrnin dhe mund ta çonin në spitalin psikiatrik. Sa herë media ka ndërhyrë në individ të tillë, është çuar, është rehabilituar, është rikthyer, unë e kuptoj që mund këtë qenë shqetësim për pallatin, por nuk ka qenë kjo zgjedhja, apo jo? Jo, kjo është e vërtet që nuk ka qenë kjo zgjidhja, po gjithsesi duhet një iniciativë që do të thotë dikush duhet të ta bëj prezent faktin tek punonjësit social, ose tek bashkia, ose tek policia në raste se mund t'i drejtoheshin, fshinjët. Po, por unë po shikoj që edhe zoti Nitko është me përgjegjësit plot juridike dhe mund të kishte bërë situatën prezente, qofte edhe tek bashkia, qofte edhe tek punonjësit social. Duke qenë se menaxhonte vllajin i cili vuante nga shëndeti mendor, nuk e ka menduar se e hecja zbathur. Unë nuk e di, ai indjeri mund të ketë bërë ndoshta edhe probleme më shumë se sa hecja zbathur. Edhe unë mendoj që nuk është ky faktori kryesor, po që gjithsesi, domethënë për të mos i hyrë thellë kësaj, sepse nuk e dim realisht se si është situata. Për banorët e pallatit. Kjo kuptohet. I palar, ndoshta aromat e këqija, mbledhja e mbeturinave, mbushja e banesës me mbeturina. Këtë gjë unë arrita kuptoj. Kështu që mund të bëheshin iniciatorë edhe vetë banorët e pallatit në lidhje me rastin konkret. Por që se rastet të tilla thash, i kemi të denoncuara në media dhe është gjetur me njerëz zgjidhja. Banorët o të shkonin tek bashkia e Pierit, o t'i drejtoheshin në një media që ta zgjidhte në mënyrë të menjëhershme. Edhe zoti Niko, shumë qytetar, ai thotë, këtë gjë të kishim bërë, të kishin ngritur një grup pune, ta merrnin dhe ta çonin, thotë, tek smurët kronik në spitalin psikiatrik. Sepse unë çoja një herë në 2 muaj e gjysmë, për t'i bërë një gjilpër shumë të rëndë që me sa duket e kishin një efekt pas 2 javësh. E qetësonte, po. Por që gjithsesi edhe mendoj që edhe zoti Niko me qenë se menaxhonte kaq, pra kishte mundësi që ta menaxhonte dhe ta çonte për të bërë atë gjilpërën, do të thotë që një mundësi e kishte edhe për të njoftuar me çdo kënd që ishte i destinuar për ta ndihmuar, qoftë për mirë ose qoftë në prokurori për të kërkuar mjekimin e detyruar ose për shtrimin e tij në spital, sepse me një kërkesë bëhet ajo si. Unë jam i revoltuar për mënyrën se si mediat e dhanë, për mënyrën e filmimit të rrëzimit të këtij personi që e quajtën ndacak, por ai kishte një familje, por shtrimin e tij disa ditë në spitalin e Pierit dhe unë nuk mendoj që edhe policia dhe spitali
edhe kolegët e mi që kanë filmuar të mos dim që ky person nuk është enda cak, vuan vërtet nga shëndeti mendor, por ka edhe një familje pas. Këtë nuk di ta shpjegoj se si ka ndodhur, sepse zoti Niko duhet kishte kërkuar dhe pak situatën se si ka ndodhur ngjarja, kush e ka gjetur i pari, ku Është pasuruar në media. Rrëzimi i personit, gjendet në rrugë. Por nga ana tjetër, zoti Niko, ju duhet ta filloni se çfarë ka ndodhur, ne do diskutojmë për rastin, po duhet të filloni nga skeda e vdekjes, duhet të drejtoni spitalit dhe të kërkoni skedën e vdekjes. Aty shikoni dhe arsyet. Janë të shënuara. Por e vajta 10 tjerë në spital, nuk më lënë të takoj doktor. Nuk më informuan të bëja një bisedë me doktorën, 10 tjerë nuk fshet doktori. Tani vllai juaj ka qenë në një certifikat familjare me juve, apo keni qenë veç e veç? Pra, i ka qenë në certifikat më vete, apo keni qenë bashkë në trungun familjar, në një certifikat për bashkët? Si rezultonte, Qiriako? Jo, ai rezultonte veçantë. Qartë. Dakor. Ju do merrni një certifikat më të hershme që keni qenë bashkë në një familje dhe do shkosh të kërkosh, megjithëse këtë punë po e bën edhe prokuroria, skedën e vdekjes dhe të gjitha i mbledh edhe prokuroria vet, pra mos prit që të thërrasin për të dhënë rezultatet e hetimeve, po nëse nuk ke avokat, her pas here do shkosh tek prokurori i çështjes dhe do interesohesh si po ecën, kanë përfunduar hetimet. Ja të sqaroj unë. Për punën e mjekëve vajta ka qenë për të takuar kirurgu, qoftë në prani të një polici, të një hetus, të një kështu, për të biseduar thjesht për të, jo për kështu. Tani, si e mori ai, mos e mori si për frikë, se kush e di si do veprojë Niko, nuk e di. Po, nuk më dhanë asemrin të gjitha ata, të krye infermierja e kirurgjisë aty dhe të gjithë tjerë nuk dhanë asemrin e këtij, e kupton ti tani? Që 10 herë vaj, nuk ma dhanë, e kupton, tha ai policist lejë mos shko. Atëre, le ta përfundoj avokatja, të lutem, dëgjoj më vëmendje Niko se janë këshilla që do të vlejnë ty sa po të mbaroj emisionin. Po do t'i bëj pyetje, unë isha interesuar. Ja, një minutë, të lutem, ta mbaroj logjikën avokatja. Të ndihmon ty kjo gjë. Po ju sqaroj zoti Niko që ju nuk ka arsye që të takoni mjekun kirurg të posaçëm, por të diskutoni apo të bisedoni edhe me shkresë zyrtare, po edhe duke bërë një kërkesë poshtë që ti kërkon skedën e vdekjes të vllait tënd. Dhe këtë do ta vërtetosh edhe me një certifikat të hershme. Pra do marrësh një certifikat të hershme që thuash unë jam vllai i të ndjerit, edhe kërkoj informacion se kush është skeda e vdekjes. Nëse nuk e merr dot aty për shkak të burokratizmave që ekzistojnë në Shqipëri, atëherë do shkosh te prokuroria dhe do t'i thuash që unë e di që është proces hetimesh, hetimet zgjasin edhe pak më gjatë se sa kaq, por që ata ta bëjnë me dije se deri ku është dosja tani. Dhe një nga aspektet që kanë marrë ata dhe që është primare është edhe skeda e vdekjes. Dhe që aty ti mëson arsyet pse si ka ndodhur ngjarja, ku ka ndodhur orën dhe informosh edhe më shumë vetë, që edhe këto sqarimet që bën me shumicë, ti selektosh pak, që do të thotë di shumë, por nuk di asgjë sepse s'ke marrë informacion. Kështu që me një informacion të vogël të drejtën e ke të shkosh edhe tek prokurori i çështjes? Po mirë, dakor. Ju bëj një pyetje. Si mund drejtohemi këtij pa një dokument na policia? Juve keni dokumentin tuaj dhe vërtetoni me certifikat familjare më të vjetër që jeni vllai i të ndjerit. Dhe vetëm atë shkoni në prokurori, përderisa prokuroria ju ka pyetur, ka marrë të dhëna dhe prej jush në lidhje me ngjarjen, atëherë ju njeh dhe ju shkoni dhe kërkoni informacion. Edhe nëse se kërkoni dot në spital, ja u thash edhe një herë shkoni te prokurori i çështjes dhe merrni informacionin parë. Po mirë, avokate, shiko, ka një kreç këtu në meselë. Po, vërtet. Tani i them unë, kështu, domethënë, po do të thotë mua, po ti ku e di? E ke parasysh tani, janë gjëra kështu. Zoti Niko, keni emëruar avokat në lidhje me çështjen? Po do? Keni emëruar ndonjë avokat në lidhje me çështjen? Atë thoj, duhet marrë një avokat në këtë meselë tani. Jo, edhe vetë mund ta bësh që të mos shpenzosh, pra për të marrë informacionin të gjithë familjarët kanë të drejtë. Siç ke të drejtë të emërosh avokat sepse vërteton që je vllai i tij,
Ashtu ke të drejtë që të shkosh të pyesësh për hetimet nëse nuk do të shpenzosh dhe të marrësh avokat. Pra dy janë rrugët, Niko, o ta bësh ti vetë personalisht duke e vërtetuar me një certifikat familjare, ose pajto një avokat dhe ndjek ai çështjen e vllait tënd. Dy janë rrugët. Po mirë ndjek, po nga policia ka në një pengesë ligjore që t'japi dhe i qoftë në një emrin e këtij, ka? Emrin e kujt? Emrin e këtij ke bëri. Po juve thatë, po në përfundim të hetimeve do dali emri, ju thatë që është i arrestuar dikush apo jo? Po, pse s'informoj mu? Po ai nuk po qëndron kot në burg, i është dhënë masa e sigurisë, ka dalë në masë? Jo, kjo është çështja kyçe, zonja avokat. Tani, si do bëhet? Policia ka një pengesë që ta japi këtë? Nuk ka punë Zoti Niko, nuk ka më punë policia në këtë rast. Policia e ka përfunduar. Policia e ka bërë autopsinë e kufonës. Më kupton? Po nuk e bën policia autopsinë. E pa është kapur këtu. Tani policia ka një problem që ta japi atë? Zoti Niko, nuk e bën policia. Me firmë e vull. Zoti Niko, unë mendoj që duhet dëgjoni më shumë se sa tashi, do të dëgjosh edhe t'i japësh një drejtim situatës? Atëherë, në lidhje me hetimin, po themi, sepse nga policia ka kaluar gjithë shka. Policia, pasi ka bërë proces verbalin e ngjarjes. Ka një pengesë këtu, s'ka një pengesë që urdhëror, Zoti Niko, ky është kapur, ky ka. Ka një pengesë sepse po hetohet. Dhe hetimi ka kohën e vet. Mirë, le të hetohet, po unë kam marrë kështu, në fund do dali e vërteta, po pikpyetje. Po patjetër që do dali e vërteta, po edhe ju mos qëndroni në neglizhencë. Pra shkoni dhe interesojeni. Sepse jeni familjari pari interesuar. Po sepse nuk duhet shkosh në polici, pra këtë po të themi, Niko. Duhet të shkosh në prokurori. Atë të hetimit a i ikën. Atere, Zoti Niko, duhet të shkosh në prokurori. Ju besoj e dini emrin e prokurorit të çështjes apo jo? Jo, nuk e di as emrin e prokurorit. E po nuk jeni interesuar atëherë. Do shkosh poshtë e prokuroria dhe është një informacion aty dhe do t'i thuash që kush është prokurori çështjes së filan personi. Mo e kam pyetur atë dyzhurin, sa nuk s'ka problem, bëhet kështu në përgjithësi. Si bëhet kështu? Po bëhet me emër, çdo njeri ka emër kështu. S'bëhet kështu kërkesa kështu në ty. Po në emër pra. Atë po të thotë që mund ta bësh ti vetë personalisht, ose lër një avokat, ose lërja në dorë avokatit, ose bëje vetë. Dhe rrugën si do ta bësh po ta shpjegon. Ore, ajo dëgjurni sa atje, një dite, sa nuk ka nevojë për emër, ta shkruash kështu. Megjithatë, Zoti Niko, ti mund të besosh dëgjurin, të lutem. Po le ta shkruaj edhe herë mirë. Le ta tregojnë emrin. Mirë, ti do ta ndjekësh këtë emision edhe të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube, do ta dëgjosh pjesën e tretë, po. Do ta dëgjosh pjesën e tretë aty ku të ka këshilluar avokatja zonja Ana Pertena, o merr një avokat dhe ndjek çështjen ai, ose vetë me certifikatën familjare mund të shkosh dhe mund të kërkosh, madje mundesh tek prokurori çështjes të japësh edhe versionin e tij, çfarë dienie ke ti në lidhje me këtë ngjarje që është shumë e rëndë. Le ta lëm prokurorin ta zbardhi deri në fund, ti bën me shumë të drejtë disa pyetje, por që përgjigjet duhet i japi vetëm institucioni dhe jo ne. Ndërkohë, zonja Ana, çfarë nuk është bërë në gjithë këtë? Po, mund t'ja shpjegosh edhe këtë. Pa ju drejtuar sepse do rrynë her pas here dhe kemi të pamundur. Doja t'i shpjegoja që edhe sikur nuk, edhe nëse ai nuk ka mundësi që të marrë avokat në këtë fazë të hetimit, do ketë, pavarësisht kësaj, çështja do shkojë në gjykat. Dhe në gjykat, edhe nëse nuk ka mundësi për të marrë një avokat, do të emërohet një avokat kryesisht që do të asistojë çështjen, dhe kështu që avokati do të ndihmojë të sqarohet edhe më shumë në lidhje me situatën. Gjithmonë nëse nuk ka mundësi për të paguar një avokat.
Ndërsa për kompleksitetin që ka ngjarja, por edhe për ngarkimin që ka vetë zoti Niko si person, edhe për situatën që ka kaluar, edhe për vështirësitë, por edhe për indinjatën që ka, se çfarë ndodh në Shqipëri dhe pse nuk i është dhënë zgjidhja këtij personit që ka qenë i smur edhe nga shteti, që bëjnë indiferentin e ku e di unë dhe ka shumë të drejtë, domethënë, edhe përse edhe fqinjët janë irrituar ndërkohë që kuptohet që shteti nuk ka funksionuar dhe që këtu fillon hallka, atëherë duhet që edhe nëse nuk ka avokat, do ta gjejë mbështetjen nga shteti patjetër tek gjykata, ndërsa vetë ka të drejtë edhe nëse nuk ka pagesë për avokat, të shkojë në prokurori të marrë informacion. Nëse ka ndonjë pengesë, le të më kontaktoj, le ta mbaj numrin tim, që ta ndihmoj që të shikoj se si është çështja dhe deri ku ndodhet. Që është një neglizhencë e institucioneve shtetërore, vendore, kjo nuk diskutohet, por kjo nuk do të thotë që autori të bëjë një vetgjyqësi duke e goditur dhe më pas të gjejë vdekjen i vetëm në spitalin e Fierit dhe familja, ja që pas ka një familje, ja ku jemi ditën e sotme në këtë studio, që vllai flet në lidhje me vllain, por dhe aty që ka dëgjuar me 25 shkurt. Unë falenderoj. Këtë doja të thosha që përderisa autori është arrestuar, do të thotë që ka filluar një procedim dhe hetimi tani ku janë gjetur gjurmat e gishtave dhe si janë gjetur gjurmat e gishtave kur do policia punon, unë e thash. Po që kjo ngjarje mund të ishte parandaluar, mund të ishte parandaluar. Po, ne kemi folur disa herë për çështje të tilla që duke mos ekzistuar shteti edhe funksionaliteti i mirë, ka problematika të caktuara. Faleminderit zonja Ana, jo vetëm për shpjegimin e dur, por edhe për afrimin e ndihmës që i jep her pas here, si në rastin konkret zotit Niko, por her pas here i jep çdo personazhi që ka nevojë për ndihmën tuaj. Dhe për këtë dua t'ju falenderoj edhe publikisht. Faleminderit që ishe me mua në studio. Lidhe me Nikon, zoti Niko. Sa po unë ta mbyll emisionin, do të nisim me njëherë numrin e zonjës Ana Pertena, në qoftë se do kesh nevojë për avokaten tonë, ajo vihet në dispozicionin tuaj për t'ju dhënë çdo përgjigje. Unë të falenderoj, shpresoj të zbardhet e vërteta dhe skenari pse shkoi deri në ekzekutimin e vllait tënd. Faleminderit që ishe me mua në studio, faleminderit dhe gjithë atyre që na kanë ndjekur ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë, duke shpresuar që personat që kanë dëgjuar emrin e tyre të kontaktojnë në numrin e telefonit 069 20 37 000, kushdo që ka dieni për ngjarjen apo është i përfshirë ditën e sotme nga ana e zotit Niko Ferti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, mund të telefonojnë dhe t'japin sqarimet e tyre. Bashkëndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditën e vijim. Deri atëherë, mirë takofshim.